Tani sa po erdha në shtëpi edhe t'ju tregoj pak haulin se çfarë kam marr. Isha tek Biomarket edhe ushqimi i shëndetshëm është kryesorja në shtëpinë tonë. Prandaj, kam marr kozë grek. Kam marr ricota. Nuk jam në dietë, por të ham sa më mirë. Kam marr ton peshku me vaj ulliri. Kam marr një bukë, cila është kjo, ishte me nuk ishte bukë thekër dhe mora këtë, dhe kjo ishte shumë e pasur me mjell integral me fara. Mora ginger, mora quinoa të bardha, mora bizele. Bizelja është shumë e mirë. Gjithashtu edhe ky kombinimi me fasule të bardhë, të zeze dhe me qiqër. Kemi marrë banane, nëse më shkon mendja për ndonjë gjë të ëmbël, të paktën të ha një banane është super e këshillueshme nga të gjithë. Mora këtu erza jeshile, si majdanoz, edhe këtu kemi kopër për ta bërë me avokado, me sallatë. Sa më shumë ta konsumoj më mirë është. Kam marrë këtu një oriz që ishte shumë i mirë ky. Edhe kushtoj diku te 6.000 lekë dhe është goxha i vogël, por ama nëse ham oriz, ta ham një oriz cilësor. Kam marrë këtu kërkudha që do t'i pjek me hudhër, me pak vaj edhe me pak piper. Këto. Mora një avokado, i ndyrë e shëndetshme. Mora këtë sallatën. Mirë është ta zjej 3 minuta. Kam marrë dhe portokall. Këto ishin shumë të mira për lëng. Edhe t'i bëj me pak limon, edhe me ginger për të bërë ca shotsa që t'i pim për imunitet. Dhe ky ishte pazari që bëra. Kushtuan të gjitha 40.000 lekë, po ama janë gjëra të shëndetshme, gjëra që i kam marrë me pak merak. Alve ishte në Divjak dhe aty ka shumë peshkatar që kapin peshk të freskët edhe më rëndësishmja peshk vendi, sepse nuk dim çfarë ham. Por ky është shumë i mirë. Blem tek një i njohur. Edhe sot do nxjerr pak ngjalla. Kemi marrë këtu, kishte marrë levrek, kishte marrë kocë, kishte marrë ngjalla. Edhe është frigoriferi plot. Do nxjerr një qese me ngjalla që t'i gatuaj. Kjo më duket është ngjall, duhet ta gjej. Kjo është ngjall, ta bëj me salcë tomate të bërë vet. Kurse këtu e kam me mish. Edhe këtu kam shkurca, kam këtu boronica të egra dhe duhet që t'i konsumoj me kos. Kemi baf, kemi këtu bamje, këto mi ka se mami Alvit, ka bizele, ka gelatin, kockash, qa nuk ka, mashurka, bërzolla. Okej, kurse këtu kam një shviqe për gjellë. Mirë që po ju tregoj ushqimet, shikoni çfarë ka këtu. Pastërma, plot, sepse ne bëm një kofsh mëshiere, është edhe kjo plot me pastërma, edhe çmerigon, e ka bërë Daja, na i bëri Daja i Arvjos. Nuk e keni iden sa shishme ka dal, por ham me kursim, sepse nuk na bën shumë mirë, ka shumë krip të konsumojmë. Edhe dje nuk kam ngrënë, edhe sot nuk të ha, do ha nesër, se nuk dua që të ha çdo herë. Doja që t'pa tregoja, është plot kjo qesja nga këto qeset e mëdha. Çfarë arome ka kjo. Hej, mirëmëngjes, tani me fytyre, me çdo gjë, vajza e këtij vlogu jam unë. Se nuk kemi fotor fare kështu, duke parë njëra tjetrën. Edhe jemi tek pjesa e studios, që në fakt tani kemi bërë fix një dhomë vetëm për veshje, por ka akoma shumë punë, të paktën na ka ardhur mobilja e madhe dhe kam shumë rregullime se do heqim atë raftin, do vendosim pasqyrë, edhe kemi marrë këtu tavolinën e make-upit dhe shumë rregullime të tjera.
por do t'i bëjmë hap pas hapi dhe duke ju atë treguar. Edhe hyra direkt në temë, por si keni qenë? Pres njëjtën pyetje të ma bën edhe ju, kam pas një problem që në fakt nuk dua që ta them. Edhe prandaj e kam pasur të pamundur që të xhiroj, sepse u stresova shumë, por tani besoj se ka kaluar. Kishte për të ndodhur, edhe ndodhi të paktën mos ta mbajmë energjinë e problemeve që na kemi. Si çdo njeri, edhe unë jam njeri dhe unë kam këtë pjesën përtej YouTube-it dhe përtej kamerës, kam këto hallet e mia, por duhet që të bëhemi të forta dhe të nisim përsëri që të punojmë edhe të bëj gjërat që kam qef. Gjithashtu këtë periudhë bëra edhe një kontroll për analizat, sepse kisha të paktën më duket një vit, një vit e gjysmë që nuk kisha bërë asnjë analizë, bëra një kontroll të gjitha analizave dhe përfshiva aty dhe vitaminën D, B12, edhe një vitamin tjetër që nuk e mbaj mend, edhe të gjakut komplet, të urinës, e çdo gjë tjetër. Madje kishte edhe pap testin të përfshirë për kontrolli që bëra unë dhe në 350 euro ishte për 200 euro, 200.000 lek. Edhe më duk shumë mirë me çmimin, sepse i kishte të gjitha të përfshira. Por pap testin nuk e bëra sepse kam lënë një takim te ginekologja që e kam nesër të hënën, datën 2. Edhe thash, s'duhet ta bëj 2 herë, mjafton një herë dhe më mirë të ndiqemi që kam dhe konsultën e të gjitha me doktoreshën që kam lënë takimin. Edhe më duk mirë si çmim, prandaj po ju them edhe ju domethënë që ndoshta ka ardhur momenti që aq shumë të përkushtuar sa jemi që bën thonjë, të bën qerpikt, apo shërbime të tjera që janë në dukje për t'u ndjerë më të bukur, ndoshta duhet kemi parasysh që të bëjmë edhe analizat se çfarë po fletet trupi jonë dhe ndoshta ti kushtojmë më shumë rëndësi këtyre gjërave, shëndetit, edhe mirëqenies tonë, edhe analizat dolën shumë mirë, shqyqy zotit, i prita pak me ankth, sepse ndjesha e lodhur, një javë ndjesha, thash më shumë ndikoi ana emocionale për problemin që kalova, edhe thash kam ndonjë gjë, thash se kam ndonjë mungesë, sepse ndjehem shumë e lodhur. Edhe bëra analizat, të gjitha gjaku këto dolën mirë, paman kishte diçka, vitamina D kishte dalë vërtet e ulët dhe vitamina D luan një rol kryesor për energjinë. Edhe mua më kishte dalë 19.2, që konsiderohet e ulët, sepse duhet që të jetë mbi 30, që të jetë optimale, të jetë konsiderohet mirë, mjaftueshmëri vitamina D. Edhe me 19.2 unë duhet që të marr një supliment, nuk e di këtë do marr, më sugjeroni ndonjë brand që është i mirë. Edhe ose do shkoj në farmaci dhe do t'i them, domethënë që ka mungesë vitamina D dhe çfarë do më sugjerojnë. Edhe kështu. Por bëra shumë mirë që pash edhe vitaminat, sepse nuk kisha bërë asnjëherë në jetën time. Edhe ja, dola me pamjaftueshmëri vitamine D. Tani çfarë them? Zakonisht ka shumë njerëz që e kanë këtë mungesë për vitaminën D dhe gjithmonë ndihemi ndonjëherë të lodhur, të pamotivuar, s'kemi energji dhe bëni një kontroll, ju sugjeroj. Gjithashtu kam lënë një takim për nesër, mirë që ishte edhe muaj për pjesën që kishte shumë publicitet, siç është muaji nëntor për pjesën e ekosugjerit, ky muaj ishte për pjesën e mitrës, edhe bëjmë një kontroll aty. Duhet që t'i bëjmë këto kontrolle, duhet që të jemi të edukuar që t'i bëjmë të paktën kontrolle rutinë çdo herë, një herë në vit. Sepse për veten tonë po i bëjmë, janë kontrolle që janë të shëndetit. Kujdesemi për veten, mos t'i kemi me sikletë, sa unë e kam pak me sikletë për t'i për nesër. Por që të bëj do iki, është për të mirën time, një kontroll që të njoh më shumë veten time. Një trupin tim, sinjalet që trupi mua më jep, edhe kështu. Do i ti më t'janë takim. Sa turp që kam! Zaj turpi. Shpresoj të dalë mirë, kjo është më rëndësishmja, se turpi... Hajde më, si gjithë. Ato pun bën ginekologu. E kam zgjedhur dhe femër, është grua. Ginekologja.
Edhe kështu është, si që unë vini re, këna në dollapin këtu. Edhe do isha kurioze që të më hiqni pak të turpin, se nesër e kam pas ditë të takimin, dua që të lexoj njëherë komentet tuaja edhe ju lutem, më bëni që të hiq turpin edhe ta ndajmë së bashku këtë siklet, si ka qenë hera juaj e parë, si jeni ndjer. Unë në fakt kam bërë edhe një kontroll më përpara, para 2 vitesh, por do bëjmë përsëri sepse thash duhet që kemi një rutinë pak më të mirë për pjesën e kontrollave. Edhe më thoni, po nuk e di, e kam më shumë siklet, e kam më shumë turp. Edhe më thoni si mund ta hiq këtë siklet edhe si ka qenë edhe hera juaj e parë te ginekologja, çfarë ka ndodhur ose nëse jeni jashtë shtetit, si shkojnë këto kontrollet, ndonjë batut, ndonjë gjë që ta marr me më shumë sportivitet. Edhe o zot çama veti, po realisht dua që vërtet t'ju flas sikur edhe ju ndjej sikur ju kam mikesha, ju kam shoqe. Edhe është një gjë që nuk është për turp, edhe pse unë e kam pak me siklet. Është një kontroll, si çdo kontroll tjetër, si ikim aty tek dentisti, aty e njëjta gjë është trupi janë, e njëjta vizitë, me atë gjë, dhe ginekologja me atë gjë merret, nuk është se do të shohë vetëm ty. Unë që ju jam mbështetje juve dhe të pres të njëjtën gjë, prandaj më komentoni poshtë eksperiencën tuaj, si mos ta marrë stres me turp. Edhe kështu. Harrova t'ju thoja, bëra edhe një kontroll tek dentisti, që era fjala, më bëra para një jave, edhe i kisha dhënë të shumë mirë, nuk kisha asnjë mbushje, dhe mbante pikurisi kisha shumë mirë, çdo gjë. Hoqa gorzat, sepse kisha një vit pa i hequr, sepse kisha shumë frikë, madje nuk të dhimbnin fare, se unë e kam shumë fobi pjesën e gojës, kam shumë frikë të shkoj, por nuk të dhimbnin fare, s'kishte fare dhimbje, që kështu, goca, mos keni frikë. Edhe gjithashtu problem kisha pak pjesën e smaltit, gjë që duhet të kem shumë kujdes me çfarë ha, mos u bëj spardhim, sepse e kam pak të dobët smaltin. Dëmve këtu para. Edhe kështu, do ju tregoj tani një haul çfarë kam marrë tek Jusko. Sepse kam bërë pak. Ju tregoj tani edhe haulin që bëm tek Jusko, marra këto varset, sepse kemi dollap për edhe do duket. Edhe janë më cute, edhe pse kam shumë si këto, kam blerë edhe tek studioja. Dhe ishin 13.500 një copë, mund t'i gjeni edhe me ofertë 10.000, sepse dhe i bën Jusk, po ma nuk më priste koha. Edhe marra këto janë shumë cute, kjo ngjyra, dhe ka 10 copë një kuti. Edhe gjithashtu porosita një divan që mes vëpres të ta marrë tek studie, është shumë i bukur, edhe i veçantë, nuk është se e kisha parë shumë atë ngjyrën tek ju, se më duhet një divan dysh i vogël, as shumë i madh, po as shumë i vogël që të shtrihem ndonjëherë të ulem kur jam e lodhur. Edhe kjo më që nga bërë pak me pudër. Edhe kam marrë këtu edhe këtë pasqyrën që më duhet për këtu tek garderoba, që kur bëj video ose kur bëj s'kisha këtu të vogël, kur bëj video ose foto të kishte edhe ndritëshim, dhe është pasqyra që është me dritë, edhe është shumë cute e lezetshme, nëse doni që amase ma të caroj, kjo fjala cute sa herë thash. Shumë e lezetshme, nëse merrni edhe për në tualet, sepse është me LED. Ta hapim, ta montojmë, ta shojmë, e që duhet të disa rregullime këtu. Duhet marrë një tapet bukur, këtu në studio, që të jetë ambienti sa më ngrohtë, me këto ngjyra e drurit, ngjyra bezh. Gjithashtu do vendosim edhe një ambazhur të bukur. Dhe kështu duhet ta hap këtë që ta tregoj edhe juve, por me pak kujdes sepse është pasqyrë dhe mund të më thyet. Ja ta vendosim këtu. Ta hapim me kujdes sepse e dini jo 7 vjet tërës, do ta kthej nga ana tjetër, nëse thyejm pasqyrën. Dhe me gjithë këto gjëra që më ka ndodhur mua, s'dua edhe këtë fat. Ta hap shumë me kujdes. Ka këtu librin. Kjo nuk e di nëse ju a tregova, po e mora diku te 90-100.000 lekë.
Ka këtë fishin që bëhet lidhja, është kështu si me USB. Ka këtu këtë si kapse që mund ta kap dhe ta vendos. Ta vendoset këtu i bie. Jo, kështu. Mund ta vendos tek tavolina, unë kështu do ta vendosë, nuk besoj ta ngjis në mur. Në fakt ta kap në mur, se për të ngjitur kjo. Edhe është kështu. Tada! Hello! Hera e fundit që unë filmoj me telefon, sepse për YouTube nga bërë investim, ka marrë kamerë shumë të mirë dhe gjëna që nuk po e përdor. Edhe është kjo, shtypet me buton këtu, por duhet bëjmë lidhje me fishin. Edhe ja, është shumë e bukur. Dritat kanë një ndriçim shumë natyral, dhe prandaj më pëlqyen, nuk e kanë atë ndriçim në ngjyrë blu. Është e bardhë dhe ngrohtë, shumë e pastër. Në që po rregulloj këto, më kujtova dhe për këtë ambazhurin, por nuk më pëlqen. E kam bler këtë. Ka këtu kutin. Erdha shpejt të krevati, editova videon dhe që ta postoj direkt tani të dielën. Ju uroj një javë sa më të mbarë dhe muaj të bukur, sepse sot është data 1 shkurt. Edhe një muaj plot me dashuri dhe pranë njerëzve që ju doni. Mirëpafshim, shihemi në videon tjetër që do ta kemi shumë shpejt. Edhe do kemi tek ajo video rregullimin e dollapit, rrobave, do kemi një haul gjigant nga Zara, do kemi përgjigjen tek ginekologi, shpresoj që dali mirë. Edhe më shkruani ato komente që të më iki pak sikleti. Tjetër çfarë kam edhe disa gjëra të tjera, plane të tjera që po pres, por do t'ju tregoj në videon tjetër, sepse kam bërë një rregullim tek pjesa e sallonit. Ciao!